Trendi negativ i përvjetshëm në 5 muajt si vjet u thellua edhe më shumë. 2.9 miliardë euro Kosova bleu mallra nga jashtë kundrejt 419 milioneve sa shiti në këtë periudhë. Importi këtë vit u rrit për 150 milion krahasuar me 2025-ën. Një ekonomist vlerëson se kjo ndodh shkaku i politikave të vjetërsuara financiare dhe rritjes së inflacionit. E para është mungesa për një kohë gjatë të reformave strukturore ekonomike, së dyti rritja e konsumit. Parja që është shpërndarë nga qeveria e Kosovës për rritjen e pensioneve, pagave dhe këtyre ndihmave sociale. Qevarësia nga importi, i cili është 7 herë më i lartë se eksporti, të largohet, konsiderohet se duhet ndërhyrë shteti. Institucionet e Republikës Kosovës në vend që të angazhohen për poste politike, do duhet që të investojnë në prodhimtari, jo vetëm me aspektin deklarativ, siç ka qenë deklaratat e fundit të kryeministrit Kurti, por të investohet realisht. E kur prezantoi raportin 100 ditor të punës, Ministria e Tregtisë tha se po punohet që të zbutet deficiti tregtar. Ka të bëjë me gjitha kontratat në prokurimin publik. Do të ishte e tepruar, sikur përmes kontratave në prokurimin publik, para prodhimeve vendore t'u japet përparësi prodhimeve tjera të importuara apo shërbimeve. Gjermania renditet ndër shtetet e para pas të dhënave të doganës së Kosovës, pasuar me Kinën dhe Turqinë, teksa në top 10 që ndodhet edhe Serbia.